Shumë të dashtun dhe të respektuar miqtë dashamirë të takimeve të Shtjepët Gjergjovit në Zym, ju vëllezër dhe motra dhe organizator të këtij manifestimi për gëzime për këtë ditë kaq të madhe të sotme, kur në kuadër të këtyre takimeve e kujtoni një kolos të madh të kombit ton, një figurë e cila mbetet gjithmonë yllëdrite në histori dhe një person i cili ka ditën, ka dashtën dhe ka dëshmuar dashurinë për ardheun, për kishën dhe sigurisht për dijen. Këndej, kur e zbulojmë busin e Bogdanit, atëherë duhet të kuptojmë që Bogdani ishte njeriu i parë në ne, i cili nuk e përdori gjuhën shqipe vetëm për të folë e për të komunikuar me njëri tjetrin, as edhe vetëm për t'u lutë Zotit, po e bani gjuhën tonë të denjë për filozofi të rilindjes evropiane dhe për teologji të kuptimit evropian mbi Zotin. Bogdani diti të jetë si i peshka dhe bari i grigjës, shërptor i përvujt dhe i gatshëm për të sakrifikue deri në fund dhe në gjithë shka që të ruhet grigja, kombi dhe njeriu i ynë. Këndej, të fundit që s'potës ditëve qëfar të bënd të ma, thonë të një mëna o Zotë se maru, shtetet e Zotit. E ne s'kemi maruve, sepse lutja e ti është dëgjua prej Zotit, dhe prania jonë këtu është dëshmi që s'do të marojnë akur. Bogdani, sigur njëri i kombit ka ditën të lartësoj lartë, dhe të dijen, po edhe vullnetin e kombit tonë, që të lidh aleanca me Perëndimin, të mos shtrohet kur ndaj okupatorit, dhe të jetë simboli rezistencës për të ngritën lartë flamurin e Shqiponjës. Sepse edhe nëse e përmbledhemi të gjithë këtë, atër du të themi e mund të themi që në Bogdanin është gërshetu e mënyrë perfekte dhe është unifiku e mënyrë pandashme pena, lteri dhe flamuri. Faleminderit.